Çfarë ndodh nëse ha darkën në orët e vona? Doktori befason me përgjigjen. Njerëzit mund të ndjekin një jetë të mirë, të shëndetshme, të balancuar, por asnjëherë nuk arrin të jenë perfekt për atë që bëjnë. Përveç kësaj, mitet, edhe pse i përkasin jetës së shëndetshme, na shoqërojnë çdo ditë. Disa njerëz besojnë se nëse hani darkën pas orës 20, nuk ka mjaftueshëm kohë për të tretur ushqimi para gjumit, dhe kjo masë e patretur mund të depozitohet në organizëm dhe të kthehet në yndyrë. Në të vërtetë, sipas shkencës, darka në orët e vona nuk këshillohet për shkak të stomakut të rënduar që lidhet me gjumin jo të qetë, por nuk ka të bëjë me depozitat e yndyrës. Orari i vakteve nuk ka të bëjë me sasinë e yndyrës që kthehet në organizëm. Ndaj, e gjithë kjo teori mbetet brenda mitit pa pasur baza, por ekspertët tregojnë nëse doni që të mos u vuani nga pagjumësia, konsumojeni darkën të paktën 2 deri në 3 orë përpara se të shkoni për të fjetur, në mundësi që t'jepni edhe stomakut tuaj të tresht të gjitha lëndët ushqyese.